Sleva. Sot është data 20 shkurt dhe për nder të kësaj date, që është për të drejtat themelore të njerëzit sociale, shoqata Nexhat ka mbajtur këtë konferencë. Dhe shoqata Nexhat dhe askush tjetër nuk e di se sa, domethënë, e dhimbshme është për ata që kanë ndjerë në kuriz këtë dhimbje të shtypjes dhe të dinjitetit të tyre brenda kauzës që kanë qenë aty brenda në Mekë. Dhe ku më keq se në Mekë, janë ndrydhur ndjenjat, janë larguar fëmijët, baballarët, kanë ndjerë dhimbje për fëmijët, kanë ndjerë dhimbje për motrat e tyre, për njerëzit që kanë vdekur këtu dhe ata nuk mund të shikojnë dot. Dhe për këtë shoqata Nexhat, shoqat shpëtimi, ngrihet dhe ngre zërin për këto të drejtat e tyre dhe për njerëzit në përgjithësi. Faleminderit.